Kjo është fakt. Ato e çmimi na të ka u bënë rreth shkruar ashtu sot. Może nie Słyszą kolejny. Synimi ynë si qeveri është të transformojmë ekonominë e Kosovës, të forcojmë prodhimin vendor dhe të krijojmë sa më shumë produkte në lloje dhe në numër made in Kosova, ashtu që jo vetëm të zëvendësojmë importet, por edhe të rrisim eksportet në tregjet evropiane dhe ndërkombëtare. Parqet industriale janë të menduara për bizneset vendore, të cilat duan të zgjerohen dhe të rrisin kapacitetin e tyre, për qytetarët tonë nga diaspora që duan të sjellin kapitalin dhe përvojën e tyre në vendlindje, si dhe për investitorët e huaj që shohin mundësi për të zhvendosur një pjesë të prodhimit të tyre në Republikën e Kosovës. Kosova ofron një sër përparësish për investitorët, duke filluar nga fuqia punëtore e re, e kualifikuar dhe konkurruese, afërsia me tregun e Bashkimit Evropian, kostot konkurruese të operimit, si dhe një politik fiskale e favorshme. Prandaj, nisja e këtij investimi në Podujev është një hap konkret drejt këtij vizioni, duke krijuar një bazë të re për investime, prodhim dhe zhvillim ekonomik në këtë pjesë të Kosovës. Dua të falenderoj kryetarin e komunës për bashkëpunimin dhe punën e mirë që është bërë së bashku me Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe inovacionit. Projekte si ky kërkojnë koordinim të mirë ndërmjet nivelit qendror dhe atij lokal, dhe projekti që po nisim sot dëshmon se ky bashkëpunim mund të sjellë rezultate konkrete. Si qeveri do të vazhdojmë të investojmë në zhvillimin e sektorit privat dhe krijimin e kushteve më të mira për investime dhe prodhim, sepse kjo nënkupton më shumë vende pune, më shumë të ardhura për familjet dhe gjithsesi më shumë mundësi për të rinjtë tonë. Sot po fillojmë me punimet, ndërsa së shpejti pres që ky park të bëhet shtëpi e madhe e re për bizneset. Është fakt i fortë se ekonomia e Kosovës që nga viti 2019 është dyfishuar. Shërbimet tona kanë arritur eksportin deri në 4 miliardë euro, ndërsa ende kemi sfidë me deficitin tregtar të produkteve. Prandaj, për ne është tepër e rëndësishme që infrastrukturën industriale ta zhvillojmë, të ofrojmë mundësi të punës dhe prodhimit në Republikën e Kosovës, dhe aktualisht Ministria që drejtoj është duke u angazhuar në aktivizimin e 16 zonave industriale. Me një bashkërendim me nivelin komunal, me një bashkërendim me ministri tjera të linjes, në qeverinë e Republikës së Kosovës synojmë që shumë shpejt të ulim deficitin tregtar, të bëjmë zëvendësimin e produkteve të importuara, por gjithashtu edhe të rritet cilësia e eksporteve nga Republika e Kosovës. Prandaj edhe jemi në një bashkërendim të ngushtë me Bankën Botërore dhe IFC-n për krijimin e standardit të parqeve të gjelbra industriale, të cilat bashkë me ekonominë qarkore dhe simbiozën industriale ngrisin kualitetin e produkteve tona, ofrojnë mundësi dhe lehtësi për prodhuesit kosovar që të eksportojnë jashtë dhe përgatisin ekonominë e vendit për sfidat tjera të cilat lidhen edhe me standardet e Bashkimit Evropian. Unë sot jam shumë e lumtur se në këto 30 hektar do t'jenë shtëpi e bizneseve të reja, të cilat tashmë veç sipas edhe informacionit nga kryetari i komunës ka një interesim të lartë. Punimet në këtë zonë industriale janë të para që të vazhdojnë deri në fillim të vitit 2028, por jemi shumë të interesuar që këto punime dhe inkurajojmë kompaninë që të përmbyllen për atë sa kanë kapacitet
të punës ne do të sigurohemi që t'ju qëndrojmë afër dhe bashkë me Kuvendin Komunal të Podujeves të jemi këtu bashkë fillim fund vitin e ardhshëm që të bëjmë inaugurimin e përmbylljes së punimeve këtu. Sot po vejmë ngur themelin e fillimit të punimeve në parkun industrial këtu në Podujev, një prej projekteve ekonomike më të rëndësishme për komunën tonë, dhe besoj shumë e mirëpritur nga bizneset tona, për shkak se vërtet gjatë vite Podujeves i ka munguar një projekt i tillë. Ajo që mund të themi është që pas një pune relativisht të gjatë për me mujtë në radhë parë me siguri pronën, sepse kjo është një pronë e KP-s e cila është pronësu në radhë parë nga ana e komunës, gjithsesi mendimin e qeverisë, dhe projektin që tashmo po financon Ministria e Industrisë në tërësi, dhe unë jam shumë i lumtur që më në fund po filloj me punën, e si që tha dhe Ministria, po presmi që fund vitin ardhshëm, do më thonë, bizneset tona, investorët tonë, gjithë ata të cilë kanë interesim për këtë pjesë, e që e di që janë shumë, do ta keni shtëpitë vete, do ta keni mundësi shtesë, për me mujtë me fillue, me zhvillu aktivitetin dhe veprimtarinë e vete. Aja që mund t'ju themi është që e kemi tashmo investimin e parë në infrastrukturën rrugore, që jemi pothuajse në fazën finale, e kemi në kundërt shkollën e kompetencës, qendrën e kompetencës, e cila do t'jetë furnizuese kryesore për të gjitha ato bizneset e këtij parku, dhe në farforme besoj që një pozitë strategjike jashtëzakonisht e rëndësishme në afërsi të vijës kufitare këtu me shtetin Fqin dhe një artere e rëndësishme magjistrales Prishtinë-Podjev. Kjo do t'jetë diçka që do t'ju lësoj shumë edhe komunikimin, edhe lëvizjen e gjithë bizneset që do të vendosen brenda këtij parku. Me tele. Që do të shkojmë më tonë.